Procesi i integrimit evropian të Shqipërisë po hyn në një fazë vendimtare, me objektiva konkrete për mbylljen e kapitujve të negociatave në vitet e ardhshme. Gjatë një prezantimi të detajuar, kryeministri Edi Rama dhe anëtarë të kabinetit qeveritar paraqitën ecurinë e deri tanishme të negociatave me Bashkimin Evropian, duke theksuar progresin, por edhe sfidat që mbeten. Ministrja e Shtetit dhe krye negociatorja Malinda Dhuka bëri të ditur se Shqipëria ka marrë deri më tani 101 kushte për mbylljen e negociatave, ndërsa janë përmbushur 24 kushte të ndërmjetme që përkthehen në 92 pika veprimi strategjik. Sipas saj, vendi synon që brenda vitit 2026 të jetë teknikisht gati për mbylljen e 12 deri në 16 kapitujve, ndërsa deri në vitin 2027 të përmbyllen edhe kapitujt e mbetur. Procesi përfshin një angazhim të gjerë institucional me pjesëmarrjen e 157 institucioneve në nivel kombëtar dhe evropian, duke e bërë atë kompleks dhe shumë dimensional. Nga ana e tij, kryeministri Rama e cilësoi procesin e integrimit si historik për transformimin e shtetit shqiptar, duke theksuar se ai forcon institucionet dhe rrit kapacitetet e tyre në nivele të paprecedenta. Ai nënvizoi veçanërisht progresin në sistemin e drejtësisë, duke thënë se institucionet tashmë gëzojnë një pavarësi që nuk e kanë pasur më parë, ndërsa lufta kundër korrupsionit po merr një dimension të ri. Megjithatë, Rama evidentoi edhe disa fusha problematike, si prokurimi publik dhe kontrolli financiar, ku progresi mbetet i kufizuar dhe kërkon përshpejtim të reformave. Sipas tij, modernizimi i prokurimit publik përfshirë përdorimin e inteligjencës artificiale, është një objektiv që duhet arritur deri në vitin 2027. Ndërkohë, sfida të tjera të rëndësishme mbeten siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit, të cilat konsiderohen thelbësore në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Autoritetet shqiptare shprehen optimiste se me përmbushjen e kushteve dhe mbështetjen e vendeve anëtare, vendi mund të avancojë ndjeshëm drejt finalizimit të negociatave në fund të dekadës.